Chiara Tito ka ndarë me ndjekësit e saj një seri fotosh të mbushura me ndjenjë dhe dashuri, ku shfaqet duke kaluar një pasdite të qetë dhe të ëmbël me vogëlushen Luna Mari në shtëpi, në një ambient që duket si një oazë i dashurisë nën bij, ku çdo detaj rrezaton kujdes, afeksion dhe përkushtim të pakushtëzuar nga ana e moderatores, e cila ka ditur të krijojë një hapësirë të ngrohtë e të dashur për rritjen e vajzës së saj. Veshur me një palë rroba Leila të njëjta, nëna dhe vajza duken të sinkronizuara në çdo lëvizje, duke e kthyer këtë përditshmëri të thjeshtë në një moment të rrallë që ngjall emocione të forta tek çdo prind apo ndjekës që i sheh. Në një nga fotot më të veçanta, Chiara i afrohet me butësi Lunës, duke e vështruar drejt në sy dhe duke i fryrë lehtë një puthje, ndërkohë që vogëlushja e ndjek me sy të mbushur me adhurim e kuriozitet, në një komunikim të heshtur por të mbushur me aq shumë dashuri saqë nuk ka nevojë për fjalë. Në një tjetër imazh, Luna është e shtrirë në qilim dhe shikon me një buzëqeshje të ndritur drejt aparatit, duke shfaqur dhëmbët e parë dhe një gëzim të pastër që i mbush sytë e saj të mëdhenj me dritë. Rreth saj ndodhen dhjetëra lodra edukative dhe dhurata që tregojnë kujdesin me të cilin prindërit i kanë zgjedhur për të stimuluar zhvillimin dhe kreativitetin e saj që në moshë të vogël. Chiara në një prej fotove është ulur në tapet, duke e mbajtur vajzën në prehër dhe duke i shpjeguar me durim funksionin e një lodre, ndërsa vogëlushja e ndjek me sy të ndritur dhe duar që përpiqen të kapin sendet me kuriozitetin e natyrshëm të një fëmie që zbulon botën. Mëtej, ato shfaqen të dyja të ulura përpara kutive të hapura me dhurata, duke shfletuar me qetësi dhe përqendrim çdo paketim, në një aktivitet që për shumë mund të duket i zakonshëm, por që për një nënë dhe vajzën e saj mbart vlerë të jashtëzakonshme për lidhjen e tyre emocionale që forcohet ditaditës. Një tjetër foto prekse është ajo ku Chiara e mban Lunën në krah dhe qesh me gjithë shpirt, një buzëqeshje e sinqertë dhe pa filtra që tregon më shumë se çdo fjalë për lumturinë që ndjen ajo si nënë dhe për gëzimin që i sjell vajza në çdo sekondë të jetës. Në një moment tjetër të kapur me delikatesë, ajo i rregullon flokët vogëlushes së saj me një kujdes të veçantë, duke e parë me butësinë e një nëne që e di se këto janë momentet më të vlefshme që do mbeten gjithmonë në kujtesë. Këto foto nuk janë thjesht imazhe të bukura të një mëngjesi të qetë në shtëpi, por janë dëshmi të një dashurie të thellë që përshkon çdo gjest, çdo prekje dhe çdo buzëqeshje që ato ndajnë, duke e kthyer çdo ditë të zakonshme në një kujtim të paharruar që frymëzon dhe emocionon çdo që e sheh.